Besimi islam asgjë s'ka të bëjë me kulturën, traditën, historinë, duket e zakonet e kombit shqiptar, që duhet kthehemi aty ku kanë qenë parët e mitë. Kjo është një lëvizje për shqiptarinë. Zotëri shqiptar, ju tashmë të gjithë ju njohin me emrin shqiptar, por disa vite më përpara, ju për disa dekada keni jetuar me një emër të cilin ju vetë thatë se nuk e keni dashur, por a është kështu? Po, pikërisht ashtu është. Po ideja ka qenë shumë e hershme, sepse e kam ndjekur që nuk është emër shqiptar, është emër tipik, e kam quajtur arab. Jam ndje edhe si i ri, po edhe si i moshuar pastaj vetëm shqiptar dhe kam deshur edhe emrin me qenë. Se emri është personal. Po. Për më tepër, unë e kam njëkohësisht e kam ndruar edhe mbiemrin. Nga Musa në Shaljani. Me gjithë respektin që kam për farefisin teme, sepse mbjem paka shumë të lidhë me farefisin, emri është personal. E kam ndru edhe se zakonisht atë bashkëvendasit e mi që kanë lënë fshatin tim, Bajgorën, bashkë me Djoni e kanë marrë edhe mbjemin Bajgora, për shumë të cish, të që unë e vin nga zona e Shalës edhe kam marrë mbjemin Shaljani. Por cila ishte arsyeja që familjarët tuaj domethënë nuk kanë vendosur këtë emër? A ishte arsyeja fetare apo ishte arsyeja vetëm emrat cilët qarkullonin në atë kohë më shumë? Nuk e kuptova esencën pyetjen. Domethënë juve kur ja kanë vendosur emrin Ahmet, a ishte arsyeja fetare që u kanë vendosur paraardhësit e juve, apo ishte arsyeja që vetëm ka qenë emër si disa emra që qarkullojnë në periudhat ndryshme kohore dhe ja vendosin fëmijëve? Është një pyetje që unë nuk kam ndonjë përgjigje ashtu të saktë, sepse me që në atë kohën kur ma kanë vendosur këtë emër ose kam pagzuar me këtë emër, unë kam qenë fëmijë, nuk i di arsyet e vetë. Por logjika ime tregon sepse në atë kohë domosdoshmë ka qenë kohë pak më ndryshe, prindërit e mi nuk kanë pas ndonjë shkollim adekuat, nuk e kanë njohur historinë, kulturën, traditën, në esencë kanë njohur diçka, por jo gjithçka. Edhe se unë sa di i kanë nominuar edhe fëmijët në bazë të pasardhësve, vërtet paraardhësve, ose në bazë të ndonjë personaliteti që ka qenë në atë kohë, që ka pas emër, edhe e kanë menduar që mund të jetë një emër tipik. Mirë, po koha ka ndryshuar dhe rrethonat normalisht unë kam bërë një shkollë edhe e kam kuptuar që është diçka e huaj që s'ka të bëjë me neve fare, as me origjinën tonë, as me historinë tonë, as me kulturën tonë, është pikërisht emra që i përcjell ma shumë nga ndikimet fetare dhe pushtuese e kështu me radhë, kështu që gjeneratat pastaj duhet me kuptu rrethonat dhe duhet me qenë vetvetja, jo me bërë diçka që nuk takon. Po, zotëri shqiptar, po ndalemi tek themelimi i lëvizjes së Deçanit. Cilat ishin ato motivet që juve ju nxitën që të formani domethënë një lëvizje të re? Pse ishte nevoja e saj? Në pika të shkurta, domethënë sepse ju tashmë jeni njëri nga personat kyç në komunën e Mitrovicës, domethënë që merreni me këtë çështje. Cilat ishin ato nevojat që ju i keni parë tek të tjerët, po ndoshta edhe tek vetja? Përgjithësi unë, se personalisht po flas,
I kom quajt gjitha lëvizjet që ka ndodhur kohëve të fundit, apo viteve të fundit, i kom quajt lëvizje iluministe. Domthonjë që sjellin diçka të re, bojnë një lëvizje të re për veçëllime shumë të qarta për një kauzë që është kombëtare, kulturore, historike, tradicionale, që ka të bëjë me shqiptarët. Domthonjë, kjo është ajo esenca e problemit. Lëvizja Deçanit si lëvizje ka ndodhur para një viti më shumë, një vit e gjysmë, dhe ata kanë shpjeguar fort qartë qëllimin e asaj lëvizje. Këtu në Mitrovica është dega e lëvizjes të Deçanit, domethënë ne e kemi hapur me 5 maj 2025, domethënë po vjen dikon rreth një muaj e diçka. Kështu që domethënë jemi pjesë asaj lëvizje që është një lëvizje iluministe që ka të bëjë kryesisht me çështjen shqiptare. Domethënë interesimi gjithë veprimtaria i kushtohet të qenit shqiptar, pa ndikime fetare. Bile që në fillim në deklaratën e lëvizjes Deçanit është thonë decidivisht kjo është një lëvizje për shqiptarinë. Por zotëri shqiptar, ju po thoni që e pa ndikuar fetarisht. Nëse është e pa ndikuar fetarisht, pse duhet pastaj konvertimi? Po, mas pari, unë po them te konvertim këtu, gjitha mediat, përfshi edhe medjen tuaj, e keni thonë shumë gabim. Ndoshta me qëllim, ndoshta pa qëllim, ose pa vedi, pa kuptuar çka po folni, sepse nuk ka konvertim. Ka rikthim. Konvertimi është bërë në kohën e pushtimit otoman. Me dhunë është bërë konvertim në fenë islame. Edhe në një formë tjetër joshje përmes favorive të ndryshme të tjera. Ai u quajt konvertim. Ky nuk është konvertim, ky është kthim në identitetin e të parëve tonë, përkatësisht në besimin e të parëve tonë. Domthonë, dhe është me dëshirë. Askush mua personalisht, dhe mezve të tjerë, askush s'ma ka imponuar. Vetë e kam pasur ndjenjë që duhet kthehem aty ku kanë qenë parët e mi. Pastaj, domthonë, është një ndjenjë krejtësisht e lirë, private, dhe njeriu vendos çysh don me besu. Kjo nuk duhet merë se kjo bëhet kundra dikujt, ose kundra një besimi tjetër. Jo, unë ndjehem mirë aty ku kanë qenë. Sigurisht, çështja e besimit është shumë personale dhe nuk është, por vetëm e cika atë pjesën që domethënë derisa ju e potencuat që është pura shqiptare, po e themi kështu, pse duhet ai termi që ndoshta mediat e pas kanë përdorur të gabuar, por gjithsesi prap është e njëjta, apo jo? Rikthim, domethënë prap njerëzit po rikthehen në një fe tjetër. Kjo është esenca e dallimit, domethënë. Konvertim ishte pyetje dhe rikthim. Janë dy gjërat që ndryshe. Domethënë, edhe me që është bën në formalitet, domethënë, kemi rikthyer një numër i konsiderueshëm i shqiptarëve në besimin e të parëve, është plotësisht është çështje e lirë, çështje e pa motivuar as politikisht, por kombëtarisht mund të ketë. Sepse, sipas pikpamjeve mia, besimi islam nuk ka shumë të bëjë me kulturën, jo shumë, po asgjë s'ka të bëjë, me thonë pak ma troq, asgjë s'ka të bëjë me kulturën, traditën, historinë, duket e zakonet e kombit shqiptar. Apo e popullit shqiptar paraprakisht me quajt. Zotëri shqiptar, më ngacmuat për t'ua bërë një pyetje, një shqiptar i besimit islam, a nuk mund të jetë një shqiptar patriot? Jo, gjithsesi mund të jetë. Por këtu duhet një dallim. Domethënë sepse na nuk po flasim për këto rrymat sektet e tjera. Por gjithsesi, sepse kjo nuk në nënkupton fare, besimi është çështje private, bile as që është etike fort me i pyet njerëzit si beson. Nuk është etike. Por që besoj që ju këto rikthimet që po i quani në fe, besoj që kanë bërë zhurmë, apo jo? Nuk kanë bërë zhurmë sepse është çështje jo etike. Sepse çka i pengon për shembull dikujt tjetër qysh unë njihena. Po, por në mos ka
ka pas opinione ndryshme, besoj që ju i keni vërtetur. Po, është çështje krejtësisht e lirë, çështje beson gjithkusht sipas asaj si ai e ndjen. Si ndjen, sigurisht. Jo me imponime, jo me forma të ndryshme, domethënë, është çështje e lirë dhe kjo nuk duhet të jetë temë, sepse besimi është krejtësisht privat. E të qerunit shqiptar është tjetër çështje, sepse kombi nuk mund ndryshohet. Ndryshohet besimi është sikur me marr një parë këpucë me heq me marr të tjerat. Është çështje e lirë, ose një parë çarap. Është thjesht një çështje krejtësisht formale. S'ka të bëj fare se për me qenë mund të jetë një shqipfalës, po e them, që e quhen vetëm musliman. Nuk ka popull musliman në botë. Nuk ka besimtar musliman, jo musliman, ajo quhen musliman para çdo gjëje shqiptare. Ajo është gabim, sepse për shembull ata që besojnë si musliman, për shembull ka egjiptian, ka sirian, ata nuk thotë jam musliman, ai thotë jam egjiptian, dhe pastaj besimi është çështje tjetër. Nuk ka të bëjë kjo. Kështu që te ne pak politizuar kjo çështje, jo beson kështu, jo kështu etj, ma në gjirën e statistika janë musliman. Musliman, atë që kur me thonë, kombi musliman në këtë planet sa diunë nuk ka. Këto na po ndodh do anomali krejtësisht mendoj politike, krejtësisht irreale, krejtësisht pa qena, sepse në fakt ne jemi shqiptarë, besojmë kush si e ndjen vetën, është çështje krejtësisht private, as që duhet jetë temë diskutimi kjo punë. Po, do gjëra janë polarizuar, janë bërë do tabu që nuk ban me fol për islamin, ban me fol për të krishterët e tjera, mirë po, e vërteta është që, e kam thonë edhe disa media, nuk ka rëndësi fare kjo. Rëndësi ka njeriu, a ka një kulturë, a ka një etik, a ka një identitet kombëtar, të tjerat janë këtë formale. S'ka lidhje, mund me thonë një musliman shumë patriot, një shqiptar vërtet që beson si musliman shumë patriot, shumë vëllëtar, dhe ka përplot, dhe një i krishter gjithashtu, bile, nëse bojmë atë kuptimin, të krishterët janë ata që kanë qëndruar para lloj dhune, pushtimje, besimje etj, kanë qëndruar ashtu si kanë qenë. Dhe ne disa po mendojmë që duhet kthehemi aty ku ishim. Ndërtuar një kish në Bajvor, apo jo? Po. Pastaj, çka ka ndodhur me atë projekt? A do të jetësohet? Ai projekt do të jetësohet pa diskutim. Mirë po, për të realizuar, normalisht që kërkohen procedura, që ne jemi në proces të atyre procedura që duhet njëtë në kodër të vendit, të ligjshmërisë, në kodër të edhe institucioneve fetare, domethënë këtë kuptim jemi të punuar dhe unë shpresoj dhe besoj fuqishëm që kjo objekt i kultit do të bëhet në Shalë Bajgurës. A ka kërkesa, domethënë që nga ekzistimi juaj si lëvizje Deçanit, por edhe si tashmë si deg në Mitrovic, a keni ndonjë statistikë të numrit të pagzuarve? Po, të atyre që janë rikthyer në fenë të parëve siç ju po e potenconi. Për të mos ju thënë që janë pagzuar që kjo ideja për me ndërtu një kish është ide personale e imja, dhe s'ka të bëjë me lëvizjen e Deçanit fare, është një kauzë e imja, nuk është e lëvizjes. Edhe për këtë çështjen e të rikthyerve, normalisht që sipas njohurive të mia, dikon numri të rikthyerve në Shalë të Bajgurës, domethënë kryesisht në fshatin tim, domon Bajgur, është dikon rreth ose mbi 60 numri të rikthyerve. Domethënë mbi 60 vetëm në Shalë. Po edhe nuk keni statistika për lëvizjen tërësi? Jo, këtu nuk kemi statistika, ndoshta këtu në mënyrë konfidenciale jep ajo
kisha, ose jo, nuk ka të bëj me lëvizjen e dyqanit kjo tash. Është një tjetër lëvizje kjo, lëvizje e lirë. Normalisht edhe... Keni kontakte, i dini? Po sigurisht, edhe këtë ka ullë do më janë të gjitha lëvizjet që e përkrajnë këtë ide. Rikthimin në besimin e të parëve e përkrajnë të gjithë. Edhe lëvizja e dyqanit, edhe lëvizja për rikthim, edhe lëvizja për rikthim në katolicizëm, edhe rrënjë të orbit, edhe shqiptaria, edhe konfederata, arbria, të gjitha e përkrajnë këtë, sepse është një proces që duhet me ndodhë. Ne duhet i kthejmë me vetë vetës. Sepse, edhe një gjë, në besimin e të parëve tonë, do më ne ja kemi ofrua këtë besim Evropës, për mos me thonë botës. Evropës ja kemi nga shqiptarët e ka marrë nga të parët tonë. Edhe është thonë në një ligjërat që jo, dikush mendon që ne kemi marrë këtë besim nga romakët. Jo, romakët e ka marrë nga parët tonë. Besimin e krishterë. E zonë e Shalës ka qenë zonë e krishterë dhe unë katolik. Kemi dikun si pas shënimeve që do të publikohen besoj se shpeti, në zonën e Shalës, që janë 54 fshatra, dhe tash janë të dokumentuara 44 kisha katolike shqiptare. Është një histori, ka plot njerëz ose plot mediokër që thonë jo kush ka pas as kush ka me pas. Jo ka pas edhe s'ka kush që ka mujt me mohu këtë dukuri dhe normalisht që s'ka kush që e pengon. Me pasën e ndarmën. Për fond, do me thënë ju e keni shprehur si lëvizje që po rrezikohen në një farë forme, po themi po rrezikohen figurat kombëtare, por nga kush po rrezikohen? Po pikërisht këto lëvizjet mendoj kanë ardhur edhe si reagim ndaj përdosjes së figurave tona kombëtare, simboleve kombëtare. Ka mund qoftë një po di çka më thon aty, edhe përdos flamurin ton kombëtar. Thotë ky një harrë, ky një bes. Kush është ai? Ai i biri Zotit, apo i biri Allahut është ai që guxon me lujt me simbolin e kombit shqiptar? Pastaj përdosën heroj kombëtari shqiptarëve Skënderbeu e figura tjera të ndryta të kombit. Nga vetë shqiptarët, apo jo? Jo, nga shqipfolqët, ata nuk janë shqiptarë. Ata janë shqipfolë, vetëm shqipfolqë janë, nuk janë shqiptarë. Shqiptarë nuk e mohon traditën, historinë, kulturën, duket e zakonit, gjuhën. Shqiptarë nuk e bën këtë. E bojnë argatet e pushtuesve, argatet e agenturave të ndryshme që janë të shitur. Janë të shitur, e bojnë me para ata këtë punë. Për edhe, flet ai e ka misionat me folë kuna çdo gjë që është shqiptare. Kjo është dhe keni ndjerë që masa po, siç po pretendoni ju, po manipulohet nga këta njerëz, apo jo? Pa diskutim. Bilion e disave i quaj edhe trushpërlar. Pikërisht nga propaganda anti-shqiptare, anti-kombëtare që bëhet dhe këtë që është të motivuar për çështje ndryshme, agenturave ndryshme, pushtuesve, të armiqve tonë që janë këtu në veri, gjithandej në për vendin e lindjes, kanë po lloj investimesh për të arritur qëllimet e tyre për me treguar se ky popull, ky vend është një vend islamik e tjera. Kjo është ai qëllimi i fundit, sepse Evropa edhe bota e din se ky vend është dardania antike. Dhe nuk mundet me qenë ky vend një shtet islamik. Pretendimi i disa qarqeve, veçanërisht islamit politik, është për me adhon një imazhin e një vendi islamik. Dhe pastaj me të zavendësuar edhe ligjet e shtetit që është shtet laik, shteti ynë i Kosovës, me të adhon ngjyrën e një shteti islamik fundamentalist e tjetër. Sepse qëllimi i armiqve tonë është kjo. Dhe dikush e bën pa vedi, dikush e bën me vedi të plot, po është shumë i paguar rast bilet, thuhet në një farë mënyrë për të këtë mision. Dhe këto lëvizje, krejt janë qatë kanë qatë motiv për të ruajt, për të mbrojt çështjen shqiptare.
misioni i vetëm i tyre.